Pse njerëzit kanë probleme me namazin që se falin dot në kohën e vet? Arsyet mund të jenë të shumta, po më kryesorët i kanë mbledhur në pikat e më poshtme. 1. Shejtani i mallkuar. Një ndër sukseset më të mëdha në rafshin individual që korr shejtani tek njeriu në raportet me krijuesin është ta hutoj, ta largoj njeriu nga namazi. Me forma dhe mënyra nga më të ndryshmet. Ka kohë, po është puna, e bën pastaj. Po hajse Zoti fal, është një hadith që kur thot la ilaha illallah fiton xhenetin. Po a vashër burse ke kohë, po ja po të marrësh punën, po do të bësh shtëpinë, po do të martohesh, po të bësh, po tjerë. Shejtani i mallkuar është armiku i parë kryesor i namazit, gjë që tregon se ai që s'fal namaz është në pushtetin e shejtanit. Prandaj mos e lejoni vetes që t'ju udhëheqë djalli dhe shejtani i mallkuar. Mos e lejoni vetes. Dhe nuk ka mburoj më të fortë për njeriu se sa namazi në kohën e vet. Pasha Allahun o vëllezër dhe motra. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që kur thirret e zani shejtani e razvrapit, nuk e dis me sa kilometra në orë. Edhe kur thirret i kameti gjithashtu. Pa ai që s'ngjon një jetë e vetë e zan, e i kamet, e stret e zan dhe i kamet. E kupton ti çka ka bëu shejtani ky njeri apo jo? Është ul si thot populli kom kryq. I ke parti disa njerëz që kur vinë për herë të parë në xhami dhe falin për herë të parë namaz, unë di pasha Zotin me qindra raste mos them me mira, që kur kanë ardhur për herë të parë në xhami nuk janë ndier mirë. Ka njerëz që janë ndier shumë mirë, janë qetësuar etj, okay? Po ka një pjesë njerëz që kur kanë ardhur për herë të parë në xhami, namazan sidomos në teravi, që ka qenë namaz me zë, nuk janë ndier mirë. Çka ka ndodhur faktikisht? I është prish foleja, i është prish shtëpia, i është trondit. Ka kris tërmeti në fronin e shejtanit që ka ngritur tek njeriu. Për këtë arsye ka njerëz që kur dëgjojnë Kur'an, kur falin namaz nuk ndjehen mirë. Pse? Se e keqja kur vjen drita e Zotit, kur vjen drita e Kur'anit, kur vjen drita e namazit, nuk e përballon dot dhe fillon të krijon shqetësime tek njeriu. Dhe shumë prej vëllezërve këtë që po them unë e din shumë mirë se mund ta kanë provuar në veten e tyre. E dyta, dynjaja. Pra vrapimi mas kësaj bote. Vrapimi mas kësaj bote. O vëllezër, nuk ngopet njeriu në herë me dynja, nuk e kam thënë unë këtë, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Nuk ngopet njeriu sikur të ketë një lugin ari, po edhe sikur të kishte 2, po edhe sikur të kishte 3. E jo më me para, apo me euro, apo me dollar, apo me bitcoin, apo me kripto. S'ngopet më vëlla njeriu. E vetmja gjë që e ngop njeriu dhe shpirtin e tij është thënia e tij Allahu Ekber. Allahu është më i madhi. E vetmja gjë që e mbush njeriu është karikimi i tij kur e vën ballin sejdë. Kur thot Subhane Rabbiyal A'la. I të lirë, patmeta, është Allahu i lartë madhëruar. Me atë kam punë, vetëm ai mund të mbush. Vetëm aty njeriu mbushet, vetëm aty njeriu karikohet, vetëm aty njeriu gjen qetësi. Këtë drejt dynjaje se ka gëzuar askush. Mjep emrat më të famshëm që ka parë historia e njerëzimit, nga më të këqijtë dhe më të mirët, askush se ka gëzuar dynjan. Të gjithë e kanë lënë pas dhe kanë ikur me veprat e tyre. Rregullo punët me namazin, se me dynjan s'është ngop kush. Dynjan se ka mbledh kush. Dynjan se ka arrit kush. Po edhe po ta arrinte nuk do ta gëzonte. Edhe po ta gëzonte nuk do ta gëzonte përjetësisht se një ditë do ta lër o ai atë o ajo atë. Arsyeja tjetër që njerëzit kanë probleme me namazin është
se nuk menojnë vdekjen, ose e menojnë vdekjen me mosh X dhe Y apo Z, dhe harrojnë se vdekja nuk ka mesazh përpara. Vdekja nuk ka njoftim të mëhershëm. Vdekja nuk ka sinjalizim. A nuk na ka ndodhur neve shpesh o vëllezër, me shok, me miq, me njerëz të afërm dhe dashur që ishin dhe nuk janë? Jemi ndarë me ta mëngjes dhe nuk i kemi gjetë në drek apo në darkë? Apo jemi ndarë me ta në darkë dhe nuk i kemi gjetë në mëngjes? A e keni vënë re ju se nuk ka mosh, dhe se shumica aty në që vdesin janë rini? Dhe se pleqët e ke pati që shkojnë 8-10-19, mashallah. Zoti ju dhonë të ju merë dhe jetë. Nuk ka mosh, nuk ka afat. Duke mos e menu vdekjen, duke mos e menu jetën e varrit, duke mos e menu shëndrimin përpara Zotit, njëri ju si je rëndësi, nuk i je rëndësinë e duhur. Kanë thënë, njëri ju 2 herë i para Zotit, një herë me dëshirë në këtë botë që është namazi i tij, dhe një herë do të rinë botën tjetër që është pa dëshirën e tij. Kush i rin Zotit mirë në këtë botë në namaz, Allahu xhelle xhelalu do t'ia bëjë botën tjetër mbar dhe mirë. Prandaj kujdes. Shkak tjetër që njerëzit kanë probleme me namazin e tyne është fakti se mendojnë se nuk e ka të rëndësinë që flitet për të. Nuk ja din rëndësinë, nuk ja din vlerën. Nuk lexojnë rreth namazit. Ose kanë dëgjuar diçka dhe mendojnë se kaq është gjithë namazi, ndërkohë që pasha Zotin, o vëllezër dhe motra, nëse do të ishte një vit pasha Allahun që nuk ka Zot tjetër përveç tij, pasha Allahun që nuk ka Zot tjetër përveç tij, pasha Allahun që nuk ka Zot tjetër përveç tij, mund të mbaj një vit hutbe nga janari deri në 31 dhjetor, të gjitha hutbet që i bjerë afërsisht 50 e sa hutbe vetëm për namazin. Pasha Allahun që nuk ka Zot tjetër përveç tij. Dikush kujton se namazi është diçka kështu. Po e bën mirë, po se bën prap mirë, ja mërzotnia. Aty luhet me xhenet dhe me xhenem, aty luhet me besim ose me mos besim. Nuk është namazi ka që thjesht puna e tij, e duke mos ia ditë rëndësinë, nuk i kushtojnë rëndësi. Dhe një nga arsyet, edhe e fundit fare inshallah taala, është se njerëzve ju mungon programi ditor. Ju mungon programi ditor. Dhe thonë në Islam, thot prej bukurive të namazit është se ka ardhur që t'i japi rend dhe ta bëj njeriu me program ditor. Sabahu, filloj jeta, dreka, qetësohu pak, mjaft, i e lot për dynjan, qetësohu çik, fal namaz. Jo, po do të punoj prap, okay, puno, vjen ikindia, qetësohu tani, mbaroj, kaq, mbyllë me kaq, deri në ikindia në rregull. Mbaroj dita, je gjallë akoma, fal namaz, falëndero Allahun. Po të shkoj me flet gjumë, po mirë pra, para se me flet gjumë, falju Zotit, se mund edhe të ri shpirti atje lartë, s'kthehet poshtë, pak në ta kesh mbyllur me namaz. A u zgjove për sabah, që kem gjallë, Allahu Ekber, fal namaz. Dhe kështu njeriu koordinon dhe programon ditën e tij dhe jetën e tij dhe kohën e tij në një kohë që ne jetojmë, ku bjerrja kohja është në ekstrem në të gjitha fushat. Pra, harxhimi i kohës pa arsye dhe pa kuptim është bërë trend. Zoti na ruaj. Allahu